Open your eyes, open your mind. We are the Winx. Winx, if your hand is holding mine, we can fly through space and time, and together we'll be surefire winners. Winx, with a smile you can enchant, you light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Open your eyes, open your mind. We are the Winx. It's a magic night, the sky is all blazing. New adventures are calling for us. Join the Winx, we can ride it out, no time for hesitating. Bring color to the world with your imagination. Winx, love forever and ever. Winx, if your hand is holding mine, we can fly to space and time, and together we'll be surefire winners. Winx, with a smile you can enchant, you light up our world. We'll fly the moonlit sky together. Winx, you magical wings. Among the stars you are Winx. A mystical light of fire under the sign of Winx. Në episodin e kaluar, duke garuar kundër kohës, Stella dhe të tjerët u përpoqën ta prishnin martesën e Brandonit me princeshën e Nën Tokës. Në fund, ishte magjia e dashurisë amores ajo që shpëtoi. Pasi aventura mbaroi, të gjithë u kthyen në Alfea për pak pushim. Ashtu është. Blumi po bëhet gati të punë di kapu, ai nuk është princi Sky. Prit! Dhe kush je ti? Më lini të prezantohem, unë jam Ariu Lapus. Jam i sigurt që s'është ndonjë surprizë e madhe. Më vjen shumë keq që erdha me vonesë. Humba pjesën më të madhe të historisë. Oh, ti mund të flasësh? Aha. Hey, si thoni ti lëm pak vend këti madoshit? Atëherë, po e përsëris nga fillimi gjithë historinë. Gjithçka filloi ku një sturi e fortë që quhej uragani Nimbus e hodhi tërbimin e tij në të gjithë Alfean dhe në mbretërinë e magjisë. Stigjoj, stuja ishte vetëm një fillim i diçkaje misterioze që do të ndodhte më vonë, diçka kaq e çuditshme, sa që edhe zonat nuk ja kishin idenë se ç'ishte. Një gur i madh, i lëmuar edhe misterios, ishte shfaqur nga hiçi. Heroin tanë, që sapo ishin kthyer nga një mision i rrezikshëm nga Nën Toka, nuk e dinin prezencën e tij. Hej, ja ku janë? Oh, po! Shoku im Kiko, që ishte shenang për timin e Blumit, i kishte bërë një dhuratë speciale. Siç mund ta imagjinoni, të gjithë i kishin sytë në piksat. Dhe tre prej nesh u lidhen menjëherë. Tekna dhe Digit ishin takuar në internet dhe u gëzuan shumë nga takimi ballë për ballë. U përqafuan fort. Fiona dhe Musa gjetën stilin e tyre të përshtatshëm. Wow, këto kufjet janë shumë unike. E po, në fakt janë flokët e mi. Çata, s'kishte humbur kohë ti dorë të Flores të gjitha sekretet e saj. Forca do të ma thuash? Ta thash, nuk kam të dashur. Nuk e të dashur? Ti duhet të kesh dy. Ej, mos e tregoj ndrojtur. Ha pra mi tregu detajet. Është i gjatë, është me flokë zeza, i zgjuar, modern, është i shoqërueshëm. Mirë se erdhët në Alfea, Pixi. Forca, le të hyjmë brenda që të ham ndonjë gjë tani.
Kiko, kjo është hera e parë që po të lën një vajzë? Oh, e po mirë. Faragonda ishte shumë e lumtur kur pas se zanat u kthye në Alfea shëndoshemi. Sidoqoftë, mëngjesin tjetër ajo i mblodhi Winxat në zyrën e saj për të diskutuar për një çështje edhe më serioze. Në fillim dua t'ju uroj për suksesin e misionit të fundit dhe të shpreh lehtësimin tim të madh që u kthye të shëndoshe mirë. Pasi shurtova me kujdes provat që solli Leila dhe shoqjet e saj të vogla, arrita në përfundimin se armiku ynë është më i fuqishëm nga ç'menduam në fillim. Shikoni me kujdes. 16 vjet më parë, i gjithë dimensioni magjiksit ishte në prag të shkatërimit. Një fuqi e madhe dhe e keqe kishte dalë nga zbrastia dhe ky ishte rezultati. Por ishin 3 shtrigat e vjetra që e shkatruan dominon planetin tim. A nuk më ke thënë kështu? Po, në fakt ato vetëm po zbatonin urdhrat e krijesës së hijes, që i kishte rekrutuar ato 3 shtrigat e vjetra. Sot atë e ndihmon mbështetja e Trixave. Kam frikë se historia po përsëritet. Mos po thua se ajo gjëja që ka bërë të gjitha këto është e njëjta që rëmbeu Pixit? Nga përshkrimi që ju i bët përbindshave, magji që thatë dhe transformimin e Feniksin hije, ai mund të jetë vetëm Lord Terry. Po, pse është kthyer? Çfarë do të arrijë me këtë? 3 shtrigat u ndaluan nga Griffin, Saladini dhe nga unë. Lordi Templarëve bëri një marrëveshje me Lord Terrin. Ai e përzuri në errësirë dhe e vuri në një gjumë të thellë. Kjo do të thotë se Lordi kërkon të hakmerret. Sakt. Ai ndërkohë do gjithashtu edhe fuqinë e universit që të jetë i pamposhtur. Po pse i grabiti Pixit ai? Ai donte të gjente fshatin e tyre, por pse? Çfarë kanë ato kaq të vyer? Tani është e rëndësishme të jemi në gatishmëri. Fuqitë e tij janë shumë të mëdha dhe mund të na prekin kudo që të jemi. Faragonda po na fsheh diçka. Ajo se ka bërë kurrë më parë këtë gjë. Pra tani Pixa do të rinë këtu në Alfea. Por unë duhet të kthehem në fshat me Pifin. Jo, e përsëris në asnjë mënyrë. Terry mund të na spionojë të gjitha lëvizjet. Nëse kthehesh në fshatin e Pixave, mund t'i japesh sinjale atij. Dhe sa për ty, Leila, do të ftoja të rije me ne së bashku këtu në Alfea. Mirë se erdhe në shkollën tonë. Faleminderit drejtoresh, jam shumë e lumtur të ri. Po! Forca vajza, duhet të ikim. Ju pret një vit shkollor shumë i vështirë. Faragonda mua më duket drejtoresh shumë e rrept, por edhe e drejtë. Tani që Flora më ka mua nuk mund të dështoj. Edhe ke këta ime doja të para e klasës. Unë e di që plumis të më shkenjen dhe kur. Mendimin të suksesi është garantuar. I'm crazy for you, for you. The stars and the moon will guide all the. I'm crazy for you, for you. It's gonna be with me tonight, you and me. It's gonna be with me tonight. I'm crazy for you. Ka ditë kur duket se gjithçka shkon në rregull. Kjo ishte një nga ato ditë. Nuk e di, nuk ka kuptim. Mos thoni asnjë fjalë ju të dyja. Herën e fundit që e pash, kjo ishte një festë, jo një klas. Unë mendoj se Faragonda po na mban sekrete. Ajo fshet diçka. O zot. Blum, mos rastësisht ti di ndonjë gjë dhe nuk na e thua? Jo, unë dua të them se nuk prisja asgjë nga këto. E di çfarë? Faragonda s'na tha ç'donte Lord Terry nga Pixit, por unë e di se ajo i ka të gjitha të dhënat. Leila, po ti, çfarë di ti për këtë? Asgjë, ju betohem. Nuk e kuptoj. Pse Faragonda duhet të na e mbajë sekret? Duket sikur s'ka më besim tek ne. Mendo çfarë ju ndodhi Pixive. Në fillim i rrëmbyen, pastaj në një farë mënyrë ato u çliruan. Dhe mos harroni Trixat.
si arritën t'ja dilnin ato të iknin nga lejtroku? Më shqetëson më shumë se si u bën aq të fuqishëm. Dëgjoni të gjithë, një mesazh urgjent nga Faragonda. Dakord, pra çfarë është? Mos ka ndodhur ndonjë gjë? Në fakt nuk më kujtohet. Po unë mbajta shënim. Wingsa të dashura, ju lutem vishni pelerinat tuaja më të trasha dhe takojni të liçeni. Është urgjente. Faragonda. Kaq është. Shikoni, ja ku është. Kjo është arsyeja që ju kërkova. Ky gur i mathur shfaq sot në mënyrë misterioze, duke gjykuar nga ngjarjet e fundit, më duket shumë shqetësuese prezenca e tij. E pa besueshme, s'është as metal as mineral. S'mund ta skanoj. Duket sikur nuk përbëhet nga materia. Blum, Stella, Lela, Musa, Flora dhe Tekna. Përdorini fuqitë tuaja. Ju duhet ta shkatroni me çdo kusht. Ndonjë ditë nuk bie shumë shi, po bie militar. Dhe nëse gaboj, jam e sigurt se e dini se çfarë pasoja do të ketë. Po e rëndësishme është të vazhdojmë të shpresojmë. Më në fund, uragani Nimbus pushoi dhe Wingsat, e po, ato ju futën punës. Forca vajza, le të ikim. Pse po ikin Zana dhe po na lën këtu? Po unë nuk e di, Flora nuk më tha. Ja ku jemi. A jeni gati të gjitha? Po, sigurisht. Le t'i tregojmë kësaj gjë se çfarë din të bëjnë Wingsat. Në rregull. Magic Wings! Girls are the wings, energy created, our magic powers will defeat the evil deeds of dread. We're the new ones, we're the wings. 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 Me qëra fjala, ju kotu transformuat, sepse dielli dhe unë do t'ju bëjmë copa. Prite këtë! Ha! Pau! Ja dola! Ha? Nuk mund të besoj, as edhe një gërvishtje. Flora, le të ikim. Godit, vorbulla e zambakëve të ujit. Të gjithë qëndroni mbrapa. Merre këtë ti. Po kjo cop guri nga se përbëhet? Është radha jon. Wings! We girls are the wings, energy created, our magic powers will defeat the evil deeds of dread. We're the new ones, we're the wings. Wings. Kjo ishte. Mrekulli prapshi, edhe ky na duhet tani. Si toni, do të futemi brenda apo do të rrinë akoma këtu në shi të shikojmë këtë shkëmbin idiot? Uragani Nimbus e ktheu ditën në natë, por ufet dhe vetëtimat e tij e ktheni natën në ditë. Blumi nuk është kthyer ende, apo jo? Jo, ajo është kokëforca një kompjuter i prishur. Jam e sigurt se është mirë, Flora. Se di, tani është pak vonë. Po pse nuk ma ngre telefonin ajo? Kam gjithë ditën që mundohen ta marr. Çfarë ka? Mendon se Blumi po kënaqet pa ne? Ajo do kishte thënë nëse do shkonte diku. Jam i shqetësuar se mos i ka ndodhur gjë, vetëm kaq.
Si që dini të gjithë tani, gjendja është shumë kritike. Kjo duhet të ri sekret. Ju e dini ç'duhet duhet të bëni. Unë them të shkojmë të gjitha ta kërkojmë Blumin. Merak do të kthehet kur të lodhet nga shiu. Pastaj po sillej sikur nuk donte që ne të ishim aty. Ai guri, kush e di nga ka ardhur? Si u materializua kështu? Edhe pse këtu në Alfea? Duhet të ketë një arsye. Oh, ja, ikën dritat. E pamundur. Dritat në Alfea kontrollohen nga magjia. Kush e di, mbase vetëtimat kanë vërtet lidhje me këtë. Veshët e mi. Kjo ishte e çuditshme. Çfarë është kjo? Leila, je ti? Oh, zot! Blum! Pasi u shpërndaj ndet, gjithçka u kthye në normalitet. Pak a shumë. Mirë, tani që i mbaruat me sukses mësimet e para, ardhur koha të fillojmë lëndët që do të bëhen nga fillimi i vitit të dytë. E mërzitshme. Më mirë të shikoj ekranin se të dëgjoj drejtoreshën. Në këtë moment u shfaq më në fund identiteti i njeriut misterios. Është paladini që na shpëton nga gërriksat. Më lejoni t'ju prezantoj një ekspert nga Akademia e famshme Malakoi. Ai do bashkohet me ne sipas kërkesës sime speciale, profesor Avaloni. Ai më bën të ndihem pak nervoze. Është simpatika, po më duket mua, s'po ja hiq dot syt. E po, kush e di se çfarë specialiteti ka? Profesor, do përpiqeni ta shkatërroni atë gur? Lapis dure të firme, te franga me të konimua. Po si ja bëri ai këtë? Kjo që pat është një teknik magjie. Deri tani ju keni bërë vetëm magji spontane, që ju udhëhiqnin instiktet tuaja. Ato janë aftësi që i përmirësuat vitin e shkuar. Ky është një nivel i ri vështirësie. Magji teknike? E çfarë ndryshimi ka? Këto magji kërkojnë një analizë të hollësishme dhe një shqiptim të saktë. Kjo është lënda që mësohet në orën e mësimit të Avalonit. Një pyetje ju lutem drejtoresh. Nga e dini t'ju se cila nga magjit teknike do të shkatronte gurin e panjohur? Mund të na e shpjegoni? E thjesht, gurin e krijova unë. Doja të isha e sigurt nëse nuk do ta vlerësonit rëndësinë e orëve të reja të mësimit. Mjaft tani, në fillim nervozohem për një gur goti. Tani është profesor i ri. Nuk mund ta besoj se zënat tona na haruan që tani. Si thoni që kërkojmë të vinë të fluturojnë te ne pranë liçenit? Klasa, jeni të lirë të shkoni. Por nëse keni pyetje, jam e sigurt se profesor Avaloni do të jetë i lumtur të përgjigjet. E kam unë një pyetje, profesor Avalon. Pyet ç'të duash, jam këtu për ju. Profesor, mund t'ju bëj një pyetje teknike të lutem? Po patjetër. Cili është raporti i hamendësimit në numrin e magjive teknike për të cilat do të punojnë? Do të thot me saktësi analiza njohëse. Analiza njohëse. Kush e di nëse ky profesor i ri do të më ndihmoj të mësoj gjëra të tjera për prindrit e mi biologjik. Ç'ishte ajo gjuaj që përdore? Kishte një tingull shumë të bukur. Është shumë e vështirë lënda juaj?
Profesor Avalon, a do keni kohë të më ndihmoni për disa kërkime personale të mia? Do t'jem në zyrën time këtë pasdite, eja dhe më tako atje. Do të vi patjetër. Por, Blum, ne duhet të dilim bashkë Më sot. vjen keq, sot nuk mundem. Flora, Çfarë? mbrëmjen tjetër kishte një festë për të mirëpritur profesor Avalonin. Pas kur s'ishte në qef për festa. Sky, ai është vetëm një profesor. Pse je i shqetësuar? Blumi nuk është përgjigjur telefonatave të mia. Duhet të di se çfarë po kurdis. Ne nuk na ftuan. Nuk do të shkosh në fest apo jo? Jo, do t'i shikojmë nga pema. Shkojmë. Sky, shiko. 2 kasore. Më duket se i shqetësuam. Hey Brandon, shiko. Festa pas ka filluar që tani. Jemi shumë të lumtura që do të jeni profesori ynë dhe donim që ta dinit se mezi po presim të studiontë të mësojnë me ju. Ha, e dija që s'do të kishi durim. Dhe solla me vete të gjithë analizën e plot të përpjekjeve tuaja kundër gurit. Ju po na shikonit? Unë duhet të shikoj ndalo më njëherë aty. Mos thoni asnjë fjalë ju të dyja. Herën e fundit që e pash, kjo ishte një festë, jo një klas. Oh, mos, kush është ai djali që po i flet Blumi? Ha? Më duket se gjuhet e njërin prej kastorëve. Të lutem profesor, ju do të na i tregoni vlerësimet apo jo? Ke punuar shumë fort, Blum. Pra duhet të shikoj se çfarë keni shkruar për mua. Më lejo të të shpjegoj para se të lexosh. Të lutem profesor. Arrin ta shohësh profesorin? Mendoj se po, por nuk jam i sigurt nëse është ai. Sky, s'po i shikoj më kastorët. Për pak arrita? Në fakt, Blum, Edhe një goditje dhe do ta kisha bërë? mendoj se ne duhet Oh, mos, sa po isha duke parë diçka. E dija, sikur të mos isha kaq e lodhur. Gjithçka përfundoi mirë. Dhe 2 kastorët jetuan përgjithënjë të lumtur. Faleminderit! Keni qenë një publik i mrekullueshëm. Ju dua! Më faleminderit! Në pjesën e ardhshme të klubit të Wingsave, specialistët i ftojnë zanat në një festë të madhe në shkollën e re të Shatërvanit të Kuq. Atje Flora u takua me bukurosh Helia. A do të ndihmojë ai në luftën kundër përbindshave më të rrezikshëm të Territ?